Arqipeshri i Shkodrës Imzo Gjovani Peragjin e ka pritur në një takim kortezie me fytyrën e Shkodrës Imam Muhamet Sytari së bashku me Arben Halluni dhe Kujtim Dervishi. Në njoftim bën medias gjatë takimit, Imam Muhamet Sytari shpreh urimet me të përzemërta personale dhe të Muftinisë Shkodër me rastin e hyrjes së Imzo Gjovanit si arqipeshri i Shkodrës. Kjo përgjegjësi e lartë në shërbim të komunitetit katolik në Shkodër është një nder i madh për ju dhe një moment i shënuar në shërbimet tuaja baritore në vende ndryshme, si dhe një mundësi e madhe për dëshmuar përkushtimin e madh në drejtim të përhapjes së mesazheve të urta e të armonisë, u shpreh Imam Muhamet Sytari. Gjithashtu arqipeshri Imzo Peragjin e falenderoi përzemërsisht Imam Sytarin për këtë vizitë dhe u shpreh se është i gatshëm për të vazhduar shumë projekte ndryshme që janë realizuar bashkërisht në vitet e parshme me arqipeshrinë e Shkodrës dhe të vazhdojmë të përçojmë mesazhe vëllazërie dhe harmonie ashtu siç na mëson dati i shenjtë Papa Francesku. Për këtë takim ka pasur edhe një njoftim nga Muftinia e Shkodër, ku theksohet se gjatë takimit Muftiu vuri theks në rëndësia që ka përhapja mesazhe të urtë të harmonisë, vëllazërisë, bashkëpunimit dhe shërbimit me devocion për besimtarët, si edhe rrugja e ekuilibrave të bashkëtesës në mesin ton. Me rastin e kësaj vizite, Muftiu dërzoi arqipeshri të Shkodër Pult, Monsinjor Gjovani Peragjin, edhe një mesazh urimi, ku ndër të tjera thekson se sot më shumë se kur jemi dëshmitar të nevojës së madhe që ka njeriu për të kthyer nga dyert e Zotit, për të gjetur qetësinë shpirtërore dhe për të shpëtuar nga humnerat ku është katëndisur raca njerëzore nëpërmjet të thirrjeve që duan njeriu larg Zotit dhe armik me vëllain e tij njeri. Nga ana tjetër arqipeshri i ri e falenderoi Muftinë e Shkodrës për këtë vizitë për hajrimi dhe theksoi se është në dëshirën e tij që takime dhe bashkëpunime ndër fetarët të vazhdueshme për të përcjellur për herë më shumë frymën e harmonisë në mesin e njerëzve, për jetuar në paqe dhe bashkëjetesë që reflekton më së miri vlerat e besimit dhe diversitetit në shoqërinë shqiptare.